duhet të heqë dorë nga kontrolli i tepërt, por për peshorën është e vlefshme në lidhje me marrëdhëniet. Pra jemi të fokusuar këtu në lidhje me partneritetet, në lidhje me kontratat e ndryshme, po të ardhur materiale, pra bashkëpunimet që mund të kemë pasur. Gjatë kësaj jave duhet të jenë të fokusuar më tepër tek fuqia e tyre e brendshme. Dhe këta është një javë në të cilë do të jenë të detyruar me të them që të heqin dorë nga gjithçka që është toksike në jetën e tyre dhe që nuk funksionon. Kemi lidhje edhe pse nuk funksiononin, i kanë mbajtur në jetën e tyre sepse nuk donin që të ishin vetë. Gjatë kësaj jave do të jetë të detyruar që të heqin dorë, dhe jo vetëm nga këto lidhje, nga çdo gjë që ata i mban mbrapa, që nuk i bën të ndjehen mirë, nuk i bën të ndjehen të vlerësuar. Sidomos ata që kanë ascendenti tek shenja peshore, do t'i këshilloja shumë që të jenë të kujdesshëm në lidhje me harxhimet që bëjnë gjatë kësaj jave, sepse mund të kemi harxhime të kota, në të njëjtën kohë mund të bëjmë edhe investime të cilat janë të pavlefshme. Frika nuk ndihmon për asnjë gjë, nuk kemi se çfarë të bëjmë, nëse është domosdoshme duhet të hiqni patjetër dorë.